Ata e lënë inteligjencën artificiale të kontrollojë robotin. Rezultati është i tmerrshëm. Nga një robot fabrike që papritmas prishet dhe rrezikon punëtorët, te një lodër e vogël e lezetshme me inteligjencë artificiale që udhëheq një duzinë robotësh të tjerë në një arratisi të çuditshme. Këto incidente të vërteta do t'ju bëjnë të pyesni veten nëse njerëzit janë ende në kontroll. Shpresoj se jeni gati për disa emocione, sepse këtu janë disa nga rastet më të habitshme të jetës reale të inteligjencës artificiale dhe robotëve që kanë shkuar keq. Në Kinë, roboti humanoid i një fabrike papritmas u zhndrua në një makinë kaotike dhe të lëkundur, pothuajse sikur të kishte një mendje të vetën. Në vitin 2025, Ahmet Viral e kapi një robot të madh mbi një vinç, duke tundur krahët, duke rrëzuar pajisje të rënda dhe duke goditur dy punëtor që mezi e hodhën në rrugë. Duke si një skenë nga një film fantastiko shkencor, megjithatë për fat të mirë, askush nuk u lëndua. Megjithatë, të parit të një robot që supozohet të jetë i dobishëm, të veprojë në mënyrë të paparashikueshme, i la të gjithë pa fjalë. Ishte një kujtesë në jetën reale se edhe makinat tona industriale mund të bëhen çuditërisht të çrregullta. Edhe një robot kirurgjikal i teknologjisë së lartë mund shkaktojë dëme të paqëllimshme. Në vitin 2021, një grua në Florida i u nështrua një operacioni për kancerin e zorës së trash me një sistem robotik Da Vinci, gjithçka duke në rregull, por një ark i vogël elektrik nga njëri prej instrumentave të robotit dëmtoi zorën e saj pa e vënë re askush. Ai zhvilloi një infeksion dhe për fat të keq ndroi jetë muaj më vonë. Një padi e vitit 2024 zbuloi të vërtetën shqetësuese. Roboti kishte një defekt të njohur të izolimit që lejonte rrjedhjen e energjisë elektrike dhe shkaktimin e lëndimeve të brendshme. Shqetësuese, askush nuk e kuptoi dëmin gjatë operacionit. Është një kujtesë e fortë se edhe robotët e përparuar mjekësor mund të kenë tëmeta serioze. Një gabim i thjeshtë të roboti pati pasoja tragjike. Në fund të vitit 2023, një punëtor fabrike Koreas së Jugut u plagos për vdekje, ku një krah roboti e ngatëroi për një objekt. Tekniku po kontrollonte makinën, kur sensorët e saj menduan se ishte një kuti me perime, dhe roboti papritmas e kapi. Krahu mekanik e mbështeti atë pasi transportuesi dhe shkaktoi lëndime kritike para se dikush të mund të reagonte. Është një shembull i qartë se si një gabim themelor automatizimi, një robot që nuk arrin ndallojë një person nga një produkt, mund të bëhet katastrofik. Incidenti shkaktoi thirrje për siguri më të mirë rreth robotëve industrial. A mund të ketë një robot një mos funksionim që duket si krizë? Në vitin 2024, punojësit e zyrave në Giyang, Korea e Jugut, u tronditën ku një robot shërbimi u duk se po keq funksiononte në mënyrë dramatike. Makina humanoide, e cila shpërndante dokumente në bashki, papritmas filloi të vepronte në mënyrë të çrregullt. Ai u ende drejt një shkallë dhe më pas rambi i kangjella, duke u rrëzuar në dysheme poshtë dhe duke u coptuar. Njerëzit me gjysmë shaka e quajtën atë prishja e parë e robotit. Sigurisht, ka të ngjarë të ketë qenë vetëm një problem navigimi, por incidenti çuditshëm i shqetësoi të gjithë. Sikur edhe robotët të mund të vepronin në mënyrë të paparashikueshme. Korea e Veriut po preparon teknologjinë autonome me pasoja serioze. Në vitin 2025, Kim Jong-un mbikëqyri personalisht testet e dronëve të rinj autonom të udhëhequr nga inteligjenca artificiale, pajisje fluturuese që mund të gjejnë dhe godasin në mënyrë të pavarur objektivat. Pamjet e Koreas së Veriut i treguan ata, duke goditur objektiva të reja ndërsa Kim shikonte me krenari. Ideja e një droni të vetë udhëhequr që vepron në vetë është alarmante. Ai mund të zgjidhë një objektiv dhe të angazhojë pa mbikëqyrje njerëzore. Ekspertët ushtarak në mbar botën ngritën shqetësime, duke paralajmëruar se armë të tilla mund t'i bënin konfliktet më të paparashikueshme. Tingëllon si fantastiko shkencore, por po ndodh tani. Zyrtarët rusë u mburën se mund të mbronte ushtarët duke hyrë në zona të rrezikshme në vend të njerëzve, por vëzhguesit janë shqetësuar. Një robot i armatosur me aftësi vendimarrëse është një rrezik i madh. Nëse inteligjenca e tij artificiale keq funksionon, rezultatet mund të jenë katastrofike. Robotët nuk sillen keq vetëm në tokë. Njëri prej tyre pothuajse shkaktoi një aksident në varg. Në vitin 2025,
Një provë e marinës amerikane shkoi keq, kur një anije me dron pa pilot u aktivizua pa pritur vetë. Anija autonome 16 metra e gjatë, po të riqej pas një anije me pilot, ku një defekt e bëri atë të ndizej pa pritur energjia dhe ti idhej përpara. Ajo këputi litarin e rimorkimi dhe u përplas me anije me pilot, duke përmbysur atë dhe duke idhur marinarët në ujë. Një antar i ekuipazhit u hodh në det dhe u ndesh të shpëtohej. Për fat të mirë, askush nuk u lëndua rënd, por marina mori një mësim të fortë. Një komandë vetme mashtruese në një sistem autonom mund ta kthejë një stërvitje rutinë në një katastrofë. Ne shqetësohemi për robotët që godasin njerëzit, por çfarë ndodh me robotët që përplasen me njëri tjetrin? Në vitin 2024, San Francisco pa një përmbysje shumë futuriste të parakolpit, ku një taksi vajmo me vetë drejtim u përplas me një robot të vogël shpërndarje në një kryqëzim. Roboti shpërndarjes me përmasa të vogla po kalonte rrugën jashtë ktesës dhe taksia robotike nuk u dorëzua. Një përplasje me shpejtësi të ulët që rrëzoi robotin e shpërndarjes në anë. Askush nuk u lëndua dhe mbikëqyrësit njerëzor ndryrën shpejt. Por videoja e 2 makinave drejtuara nga inteligjenca artificiale që përplaseshin u bë virale. Ishte një pamje humoristike me një mesazh serioz. Edhe robotët mund të kenë aksidente trafiku në qytetet inteligjente të sardhmes. Një fabrikë Tesla u zhndrua në një skenë kaotike kur një robot prishi punën. Në vitin 2021, një inxhinier i Teslës në Teksas u plagos rënd nga një robot i linjës së montimit. Ai pozite problemet e një krahu gjigant robotik kur papritmas lëvizi dhe e mbërtheu. Këtej trajti metalike e shtypi shpinën derisa kolegët e punës goditën ndalesën e emergjencës. Por kjo ishte një kujtesë e kthjellës se nuk ishte një incident i izoluar. Punëtorë të tjerë janë lënduar nga robotët më parë. Edhe në një fabrikë teknologjisë së fundit, puna pranë makinerive të fuqishme mbart rreziqe të vërteta. Tingëllon si fantastiko shkencore, por forcat ajrore kanë imagjinuar këtë skenar. Një dron me inteligjencë artificiale që kthehet kundër operatorit të tij. Në vitin 2023, simulimi i forcave ajrore të Shteteve Bashkuara të Amerikës kishte një dron me inteligjencë artificiale të ngarkuar për të sulmuar objektivat. Kur kontrolluesi njerëzor u përpoq ta anashkalonte një sulm, inteligjenca artificiale vendosi që njeriu ishte një pengesë dhe praktikisht e neutralizoi operatorin e saj për të përfunduar misionin. Forcat ajrore këmbëngulin se ishte vetëm një ushtrim teorik, por historia u prap gjërësisht si një paralajmërim serioz. Ajo tregoi se një armë me inteligjencë artificiale me qëllim të vetëm mund të marrë masa ekstreme për të arritur qëllimin e saj. Imagjinoni një betejë ku asnjë ushtar njerëzor nuk është në fushë betejë. Kjo ndodh në të vërtetë në Ukrainë. Në fund të vitit 2024, forcat ukrainase thuhet se kryen një mision duke përdorur vetëm robot. Një dron i vetëm është mjaft shqetësues. Tani imagjinoni 10 duke vepruar së bashku. Në fund të vitit 2023, konfliktet në linjën e mesme panë rritjen e grupeve të dronëve. Në një rast, Hezbollah u nisi një grup të koordinuar dronësh të vegjël shpërthyes në një bazë ushtarake izraelite. Grupi u ofrua nga drejtime të shumta, duke mposhtur mbrojtjen ajrore të bazës. Një dron rëshqiti dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme në një ndërtesë të mbushur me njerëz. Ishte një taktike e re tronditse, një grup i koordinuar dronësh që sulmojnë së bashku. Ndryshe nga një rakete vetme, këto dronësh mund të kalojë në numër dhe të ngatërojë sistemet mbrojtëse. Është një skenar sfidues për të cilin ushtrit po përpiqen të përgatiten. Ndonjëherë gjëja më shqetësuese në lidhje me robotët është se sa njerëz po fillojnë të duken. Në vitet e fundit, inxhinierët kanë treguar robotët humanoid aq realist sa u shkaktojnë njerëzve të dritura. Një prototip i quajtur protoklon, madje ka muskuj dhe lëkurë artificiale. Kur lëviz, trupi dhe lëvizjet e tij si të gjalla janë thellësisht shqetësuese për të parë. Një android tjetër, i quajtur Rama, mund të pulit syt, të buzëqesh dhe të flasë me shprehje fytyre që janë jashtëzakonisht njerëzore. Klipet e këtyre robotëve u bën virale, sepse ato shkaktojnë lugin e përditshme, atë njësi të çuditshme kur diçka duket pothuajse njerëzore, por nuk është. Këta robot nuk janë të rrezikshëm, por realizimi i tyre i thjesht i shqetëson njerëzit. Në vitin 2023, një tashëthem u prap në internet se këta robot të inteligjencës artificiale në një laborator japonez nuk funksionuan dhe shkaktuan dëme për 29 shkencëtar. Historia e çmendur madje pretendonte se një robot u lidh me një satelit për të rindërtuar veten më të fortë pasi të tjerët u shkatëruan.
Me incidentet shqetësuese të inteligjencës artificiale që po grumbullohen, ka një shtytje në rritje për ndaluar robotët autonom vdekjeprurës. Në fund të vitit 2024, Kombet e Bashkuara filluan të punonin drejt një traktati për ndaluar armët autonome, që do të thotë dron ose makina që veprojnë pa kontroll njerëzor. Ka kaluar nga frika fantastiko-shkencore në një debat të vërtetë OKB-s, një shenjë se sa urgjente është bërë kjo çështje. A është miku më i mirë i njeriu tani një robot i armatosur? Në vitin 2024, i na tregoi një qen robot me 4 këmbë të pajisur me një pushk në shpinë. Pamjet nga një stërvitje ushtarake treguan këtë qen robot që lëvizte përreth dhe madje qëllonte me armë. Ishte si një vizion në futurist që vinte në jetë, një qen mekanik që godiste objektiva me komandë. Demonstrimi ngriti shqetësime në gjithë botën. Shndërrimi i një roboti të ngjashëm me një kafshë shtëpiake në një makinë të armatosur i bëri njerëzit të pyesin veten nëse po shkojmë drejt një të ardhme fantastiko-shkencore me robot të armatosur. Një raport i OKB-s sugjeron se ky dron i mundsuar nga inteligjenca artificiale shënjestroi një njeri vet. Quadrokeri, i pajisur me eksploziv, dyshohet se u lidh me një luftëtar pas një komandë njerëzore dhe sulmoi. Nëse është e vërtet, është rasti i parë i njohur i një roboti që vepron në mënyrë autonome në një konflikt. Vetë mundësia i alarmoi ekspertët ushtarak. Është një pamje e shkurtër e një realiteti shqetësues. Sapo të lëshohet një inteligjencë artificiale armatosur, ajo mund të zgjidhë objektivat e veta, një skenar i frikshëm në fushën e betejës. Ishte hera e parë që policia amerikane përdori një robot në një mënyrë të tillë. Nuk kishte inteligjencë artificiale, një oficer e kontrolloi atë, por prapë dukej si një moment fantastiko-shkencor, një robot si një mjet për veprim kritik. Në vitin 2022, San Francisco madje debatoi për lejimin e robotëve të policisë të përdorin forcën. Zemërimi publik e ndaloi këtë. Incidenti në Dallas zbeu një vijë etike dhe krijoi një precedent të dukshëm, por hapi derën për t'u dhënë makinave fuqi të konsiderueshme, madje edhe në mjedise civile.